Unë besoj se në këtë administratë që sot, kemi parë si negocioj me Zelenskin, si Vitkov takoj Putinin, se si negocioj në nivellet shumë transparente, pra roli një lobisti shumë e rëndësishëm. Pra njëri ju dur në vëndin e dur, po tha fjallën e dur, bën 3, dur, arrin qëllimin e dur, vjen e 4. Dhe doktori tani, se Beko dhe një analist në fillim, e bën për të entuziasmuar elektoratin që kjo të ndodhi, apo mund të ketë një probabilitet, pse jo, që Trujillo të thot fjallën e dur në vëndin e dur, preson e dur dhe të arrin qëllimin e dur e nida. Okej. Është për e nida, po. Nuk e pjonë. Bozhego. Unë mendoj që doktori loz me strategjinë sidomos në që është e fundit, le të themi karta edhe për shkak të moshës ti, gjithçka për gjithçka, si më thënë, dhe i ka hedhur të gjitha në tavolinë. Mirë ka bërë. Janë dhe ka bërë shumë mirë. Duke qenë në pozicion, është e fundit, jeta vdekje. Për shkak të moshës dhe rrethanave që ka me spakun, se është ajo hija e rëndë. Sa del firmos dhe leshana aty? Nuk është çështja aty, problemi është që ai ka një... Ai s'ka që mbasi më me i firmë. Ai, po pikërisht është jeta vdekje. Dhe normalisht të synoj për të kapur qoftë faktin se ky subjekt, ky individ është në vendin e dur, me personin e dur dhe me marrëdhëniet e duhura, duke qenë sekretari i shtetit amerikan, ai që në një lloj mënyre vendos edhe për atë non gratën, direkt tek veshi i presidentit Trump, mos harrojmë që është superfuqi, siç ishte Blinken që ja vuri Berishës non gratën, de facto dhe de jure. Ashtu është edhe fakti tjetër që intereson për t'i treguar elektoratit që kjo Amerikë është me ne, që edhe ai spaku im që më rëndon mbi krye, se këtu duhet dalim, se është çështja e opinionit publik. 6 milion plus x milion që mund marrë Letë Civita, janë para për të krijuar arkitekturën e një iluzioni tek elektorati shqiptar, apo ndërtojnë arkitekturën e një lobimi i cili do ketë benefite, përfitime për doktorin dhe partitin. Janë të dyja Janë të dyja.